Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, falenderojmë Allahun Zotin, krijuesin e botrave. Mirësitë, bekimet dhe mëshira e tij qoftë me dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si me të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtarë që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Allahu të lutem me emrat e tij të bukur dhe atributet e tij të larta, të jemi për atyre njerëzve që u mundson Zoti në këtë botë të jetojnë me jetën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, e të jemi ditën e Kiametit me të. Allahu në lut që këto ligjërat dhe mësimet na shtojnë dashurinë për të, dhe të jenë sebeb që të na shtojnë dashurinë për të ngjallur sunetin e tij dhe për të larguar veten dhe ata që i duan fort nga sajesat dhe bidatet në fe. Pash sot një artikull interesant dukej mbi mënyrën se si e klasifikonte ai zotnia, nuk e di se çfarë bagazhi fetar kishte, bidatin ose sajesën në islam. Dhe ai zotnia dilte në përfundim se nëse gjëja që bëhet ka origjinë në fen islame, nuk konsiderohet bidat humbje, sajes humbje, po konsiderohet bidat i mirë, sajes e vlefshme. Duke argumentuar me këtë gjë për me veprimin e Othmanit që mblodhi mushafin, apo që e bëri me kopje, apo mbledhjen e mushafit nga ana e Abubekrit, apo ezanin e dytë për xhuma, apo faljen e teravive me xhamat, apo me fjalën e Imam Shafiut, sa bidat i mirë, fjalën e Imam Shafiut, bidat i mirë dhe bidat i keq, apo fjalën e Omar ibn Khattabit radhiyallahu anhu, sa bidat i mirë është ky. Për këtë arsye dua të sqaroj se nuk ekziston sajes që s'ka argument. Edhe zotnia të kishte dalë në përfundimin se bidat, për cilin pejgamberi alayhis salam ka thënë çdo bidat është humbje dhe çdo humbje është nxjerrje e xhenemit, konsiderohet thoshte ai zotëria çdo adhurim rit për të cilin nuk ka argument fare në fe. Sipas këtij zotnis, i bie që në islam mos të ekzistojë bidati asnjëherë. Pse? Sepse për çdo bidat ka argument. Problemi i argumentit të bidatit është se nuk është në vendin e vet, në vendin e duhur. Përgjithësohet ajo që është e specifikuar, specifikohet ajo që është e përgjithësuar, formësohet ajo që është e paformësuar, ose i jepet liri veprimi asaj që është e kufizuar. Për këtë arsye, kjo është një fjalë që s'e ka thënë askush. Kjo është një fjalë që s'e ka thënë askush. Atëherë cili është kriteri i të quajturit bidat në islam? Për kufizimi më i bukur është për kufizimi që i ka dhënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kur tha: "Men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad." Cili do që shpik diçka nga adhurimet, nga feja që ne nuk e kemi vepruar, ajo është e refuzuar te Zoti i gjithësisë. Men ahdatha fi amrina, cili do që e sajon në fen tonë dhe në besimin tonë. Si e të shpirë? Si ke në ti? Isa. Çuni kujt? Eltonit. Kam zemër, kam shpirt. Mirë duket këtu. Ke dalë ke televizori, po i thuj selam aleikum aty ke televizori. Selam aleikum. Aleikum selam. Shpirti. Mirë, pra selam aleikum. Shpirt. Allahu e rujt dhe bekoft. Cili do që sajon në fen ton
diçka që ne nuk e kemi bërë, tha pejgamberi alayhi salatu wassalam. Nuk tha pejgamberi diçka që s'ka origjinë në fen tonë. Po mirë, si shpjegohet teravia? E kemi për sunetet pejgamberit alayhi salam. Si shpjegohet Kurani, cili do që lexon një shkronjë nga libri i Zotit, po mos ishte i shkruar, ku ta gjejshim? Pastaj kur e bëjnë halifet një veprim, është argument. Përmbajuni asaj që bëj unë dhe halifet mbas meje. Allahu ja ka ndaluar shokëve të mi që të binë dakord për diçka që është humbje. Pra është e pamundur që sahabët binë dakord për diçka e kjo diçkaja të jetë humbje. Pastaj adhurimi dhe mënyra e adhuruarit është gjë tjetër dhe gjërat të cilat ka për to argument, po metodikat e mjeteve ndryshojnë, kjo është gjë tjetër. Islami nuk ka kufizuar mjetet e të vepruarit, po ka kufizuar metodën e të vepruarit. Kështu që ti nuk mund të bësh një adhurim që se ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vetëm për faktin se përmendet në përgjithësi kjo gjëja. Sepse ashtu i bie që mos të ekzistojë asnjë lloj bidati në Islam. Fjala e Omerit radhiyallahu anhu kur tha sarisia e mirë është kjo, nuk kishte për qëllim sajesën, kishte për qëllim ripërtëritjen e asaj që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e bëri, po nuk e zbatoi dot më se kishte merakun se mos i bëhet obligim njerëzve dhe nuk e vazhdoi më, ama i pari që i ka fal teravit me xhamat, kush është? Kohën e Omerit për herë të parë? Jo. Kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Ndërsa ezani i Osmanit radhiyallahu ta'ala anhu nuk ishte ezan adhurimi, ishte ezan njoftimi. Siç bonte ndonjëherë pejgamberi sasem kur dojte me i mbledh njerëzit. Pra Osmani nuk veproi pa argument. Përdori atë që kishte përdorur ndonjëherë pejgamberi sasem dhe e përdori për xhuman, duke qenë se njerëzit hutoheshin për ditë xhumaje dhe e thirrë ezanin 1 orë para ezanit xhumas, që njerëzit t'ju vinë ndërmend që është xhuma, të shkojnë në shtëpiat e tyre, të lahen, pastrohen, të rregullohen, parfumosen dhe të vinë për xhuma. Po edhe sikur të ishte kështu, prap, për halifet ka tekst special që i përjashton nga kjo gjë, si më thënë. Përmbajuni traditës time, pastaj tha, dhe traditës së 4 halifeve mbas meje. Po jo, minarja nuk ka qenë kohën e pejgamberit alayhis salam. Është e vërtetë që nuk ka qenë, ama ka transmetim të saktë se muezini ngjitej në mur. Pse nuk e thriste ezanin në tokë, po ngjitej mbi mur? Ose tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do të zbresi Isa i biri i Merjemës në minaren e bardhë të xhamisë së Damaskut. Nuk tha është bidat. E përmeni minaren. Kështu që mjetet mund të ndryshojnë, po metodika duhet të jetë e njëjtë. Kështu që nuk mund të thosh ti nëse ka origjinë në fe, nuk quhet bidat. Lut Zotin e Madh që këto mësime mbi jetën e pejgamberit alayhis salatu wassalam na shtojnë dashurinë për të, na shtojnë dashurinë për sunetin e tij, e të na neverisin në jetën tonë sajesën dhe bidatin, dhe na largov Zoti për çdo sajese dhe bidati. Për këtë arsye kur i kanë dhënë për kufizimin bidatit, kanë thënë formë e sajuar në një formë e sajuar për në adhurimin e Zotit që garon ose që konkuron fen. Çdo bidat, çdo sajes është ekzekutim i një syneti. Çdo bidat ekzekuton një synet. Shifi bidatet se si funksionojnë, po t'i shohësh të gjitha janë anti-synet. Dhe sa herë ngjallet një synet, vdes një bidat. Dhe sa herë ngjallet një bidat, vdes një synet. Për këtë arsye,
ditën e Kiametit do të ketë njerëz që me lajket do I largojnë nga Kautheri, pejgamberit alayhisalam, nga haudi, nga rezervuari I ujit që e ka dhurat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse? Innaka la tadri ma ahdathu min ba'dik. O Muhammed, ti nuk e di se çfarë kanë shpikur këta mbas teje, çfarë kanë sajuar këta mbas teje. Kështu që thënia e dikujt që bidat quhet vetëm ajo që s'ka argument në fe, kjo është trillim, gjë për cilën nuk ka subit Zoti për të argument. Allahu ka thënë në Kur'an: "El-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." El-yawma akmaltu lakum dinakum. Fen e kam plotësuar sot. I kam përsosur mirësitë dhe begatitë e mia ndaj jush dhe jam I kënaqur që si Zot të adhurohem me Islamin si fe. Mbaroi historia kaq. Për këtë arsye ka thënë Imam Maliku rahimahullahu taala: "Innahu lan yusliha akhira hadhihi al-umma illa bima salaha biha awwaluha." Nuk mund të eci përpara fundi I këtij ummeti, I kësaj bashkësie, vetëm se me atë që ka ecë përpara kreu I saj, fillimi I saj. Kështu që larg këtyre njerëzve që duan të justifikojnë sajesat në fe, bidatet me filozofi. Nuk ka fare hapësirë kjo punë. Puna është, siç ka thënë Zoti në Kur'an: "Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin." Sillni argumentin nëse jeni me të vërtetën. Na e tregoni që këtë gjë e ka bërë pejgamberi alayhis salam ose e kanë bërë sahabët radhiyallahu ta'ala anhum, dhe ne nuk debatojmë. Përndryshe bëni çfarë të doni, po ne nuk e pranojmë. Dhe do t'i themi gjithë ditën dhe gjithë natën që kjo gjë është bidat. E di që nuk ju shijon, e di që ju prish si më thënë shijen kjo gjëja, po më mirë t'ju prishet juve shija se sa të hidhrohet Zoti I gjithësisë me lloj-lloj sajese në fenë e Zotit. Dhe është e turpshme që këta njerëz të argumentohen për bidatin me fjalë të përgjithshme, nga fjala Omer ibn Khattabit radhiyallahu anhu që s'ka lidhje fare, apo nga fjala Imam Shafiut. Po mirë, si komentohet fjala Imam Shafiut? Fjala risi është dy llojesh. Risi me argument, kjo është e pëlqyer. Dhe risi pa argument, kjo është e urryer. Risia pa argument është gjithmonë e urryer. Kur themi pa argument, çfarë kemi për qëllim? Pa argument specifik. Për formën, për mënyrën, për kohën, për sasinë, për cilësinë, për gjitha. Se argument përgjithshëm gjen sa dush, argument të përgjithshëm për bidatin gjen sa dush. Për shembull, e pam ne një grup njerëzish që bëjnë dhikr me xhamat. A mund të themi se bëjnë bidat? Apo nuk është bidat? Për shembull, bidat. Argumenti se një gjë të tillë nuk e ka bërë kush? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ai thotë jo, nuk është bidat. Pse? Sepse Zoti thotë në Kur'an: "Përmendeni Allahun." Tani, kush është personi që e ka kuptuar më së miri këtë ajet kuranor? Muhamedi alayhis salam. Si ka mundësi që 23 vjet shpallje nuk e ka zbatuar një herë këtë urdhën të Zotit? Vjen pastaj fjalia që thotë ai, po s'ka ndonjë gjë të keqe, o Zotni. Nuk merrem unë ka gjë të keqe apo s'ka gjë të keqe. Unë them ka argument për këtë punë apo jo? E ka bërë pejgamberi sa apo jo? Ti nuk mund të më sjellësh mua një argument nga Kur'ani që interpretuesi I Kur'anit alayhi salatu wassalam, më I mirë interpretuesi I Kur'anit, nuk e ka vepruar, mbaroi historia. Ose tha ai për shembull, shkon dhe I lutet vdekurit. Dhe ta argumenton. Si ta argumenton? Thotë, unë nuk po I lutet vdekurit, po çfarë po bën ti? Thotë, po I them të vdekurit që ti lutet Zotit për mua. Po mirë më Allah, këtë gjë e ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Jo, se s'kishte nevojë, thot ai, shumë mirë. A e kanë bërë sahabët një sahabi me pejgamberin alayhis salam,
që t'i shkoj tek varri pejgamberit alayhis salam dhe t'i thotë o pejgamberi i Zotit, kina luftë, lutju Allahut për ne. O pejgamberi i Zotit, po bjer tërmet, lutju Allahut për ne. O pejgamberi i Zotit, ka plas vulkani, lutju Zotit për ne. Ore 1. Vetëm një transmetim të kishte ardhur për këtë punë dhe do ishim dorëzuar. Do të kishim thonë pritë vëlla se kjo është një çështje për cilën ka argument. Ka 90 herë. Ai mund ta japi argumentin për këtë gjë? Po, ku ta gjen argumentin? Thotë, s'ka asgjë të keqe që njeriu të kërkojë ndihmë prej njeriu. Sepse unë nuk po i them atij thotë ti ma zgjidh problemin. Po i them lutju Zotit për mua. Po ky është i vdek. Jo, tha se dëshmori nuk është i vdek. Thotë Zoti në Kur'an, dëshmorët nuk janë të vdekur. Në rregull. Domethënë, nëse ne do të ecshim me idenë që bidat është vetëm diçka e sajuar pa argument, i bjerë që mos kishte asnjë lloj bidati, sepse çdo njeri që bën bidat e ka një vejgjë ku kapet. Pa ajo është vejgja e saktë apo jo, kjo është çështje tjetër pastaj. Dhe ky është dallimi mes besimit të pastër dhe besimit të ndotur. Dhe unë çuditëm, domethënë se si njeriu nuk i bën analizë asaj që thot, analizë asaj që shkruan. Çfarë do i thot ky njeri Zotit ditën e Kiametit, apo si do dali para pejgamberit alayhis salam? Se di. Zoti e boft mirë. Atëherë qofshin këto mësime sebeb që të shtohet dashuria për pejgamberin alayhis salam, që të shtohet dashuria për sunetin e pejgamberit alayhis salam. Qofshin këto mësime sebeb që të jemi larg bidateve, dhe të adhurojmë Zotin me argumenta të pastra, me argumenta të qarta, jo me argumenta të përgjithshme, jo me fjalë të përgjithshme, jo me gjëra për të cilat Zoti nuk ka zbrit për to argument. Mirë, vazhdojmë inshallah taala me temën tonë, po kjo më duket e rëndësishme për të cilën desha të tërheq vërejtjen. Do të vazhdojmë me shpresën e të Madhit Zot me mrekullitë e pejgamberit alayhis salam, të cilat janë në 2 funksione, janë mrekulli, po janë edhe profeci. Pra tregojnë sa i ka qenë pejgamber i Zotit. Dhe ne jemi fut në një tematikë interesante që flet për njoftimet e pejgamberit sa ose për të ardhmen. Pra çfarë do të ndodhi në të ardhmen, dhe normalisht njeriu nuk mund të flasi me gjuhë të sigurt se çfarë do të ndodhi në të ardhmen, vetëm nëse ka informacion dhe lajm nga Zoti i gjithësisë. Si më thënë, ky është një detaj, përndryshe mrekullit, argumentat, Kurani janë të mjaftueshëm, por si më thënë, siç tha Ibrahimi alayhi salatu selam, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Po si jo, po këto gjëra na e forcojnë edhe më shumë imanin dhe besimin dhe qetësinë. Me sa më mend kemi qëndruar tek 227, dhe kështu që i bie që jemi sot tek 228, pra mrekullia e 228. Njoftimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se nga një derë e xhamis do të futet një njeri që e don Allahu dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam. Aisha, bia e Sa'd ibn Abi Waqqasit, tregon: i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam 3 net radhazi i ulur me shokët e tij lutej: Allahumma adkhil min hadha al-babi 'abdan yuhibbuka wa tuhibbuhu. 3 net rresht është lutur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke thënë: o Allah, o Zot, fut nga kjo derë një njeri që ti e do dhe ai të don ty, dhe ditën e tretë është fut nga ajo derë Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Sa'd ibn Abi Waqqas, i cili, domethënë, do të lexosh në jetën e tij dhe do të kuptosh të hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam
që me të vërtet ka ndruar jetë si besimtar i devotshëm i dashuruar mbas Zotit Xhelle Xhelaluhu. 229 Lajmërimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam Ebu Hurajrën radhiyallahu ta'ala anhu për një pyetje e cila do t'i vi njerëzve kohë mas kohe. Siç ka njoftuar për shembull për shenjat e kiametit, do të bëhet kiameti pa u bë. Edhe kjo është diçka interesante. Ebu Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu tha: I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam mu drejtua duke thënë: La yazaluna yas'alunaka ya Aba Hurairata hatta yaqulu hadha Allahu faman khalaqa Allah. Abu Huraira, njerëzit do të ndahen së pyeturi ky është Allahu, po Allahun kush e krijoi? Ja pra Zoti, po Zotin kush e krijoi? Ebu Hurajra tregon: më vonë, pra mas vdekjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, unë isha në xhami. Dhe disa njerëz nga beduinët u futën në xhami, më gjetën aty dhe më thanë: O Ebu Hurajra, dakord, është Zoti, po Zotin kush e krijoi? Ebu Hurajra kapi një grusht nga rona ose zhavorri i Medinës dhe u zgjujti dhe tha: Kumu, sadaka Khalili, çoni, i dashmi im ka thonë të vërtetën. Dhe më thënë, siç e kishte përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith, ashtu i ndodhi Ebu Hurajrës radhiyallahu ta'ala anhu. Faktikisht, kjo është një vezvese që i vjen njeriu nga shejtani i mallkuar. Po dikush e shpreh dhe dikush nuk e shpreh. Megjithatë, Islami na ka treguar dy gjëra të rëndësishme. E para, ky lloj mendimi nuk e dobëson imanin e njeriu. Pra nëse të vinë mendime të tilla në kokë, mos e vrit mendjen se imani dhe besimi nuk është dëmtuar. E para gjë. E dyta gjë, duhet thush, do t'i shohim ne, ca gjëra që po t'i thuash me shpresën e Zotit, largohet ky fiksim ose kjo vezvese. Tregon Ebu Hurajra radhiyallahu anhu se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kur shkonte në shtratin e tij thoshte: Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabb kulli shay. O Allah, Zoti i qiejve, Zoti i tokës dhe Zoti i gjithçkaje. Faliqal habbi wan nawa, shpërthyesi i farës dhe i bimës, munazzilu at-taurati wal injili wal Quran, zbritësi i Teuratit, Ungjillit dhe Kuranit. A'udhu bika min sharri kulli dhi sharrin anta akhidhun bi nasiyatihi. O Allah, më ruaj dhe më mbro prej së keqes dhe ngacmimit të çdo të keqi që është nën pushtetin tënd. Anta al-awwalu falaysa qablaka shay. Ti je i pari, para teje s'ka ekzistuar asgjë. Wa anta al-akhiru falaysa ba'daka shay. Ti je i fundit, e mbas teje s'ekziston asgjë. Wa anta adh-dhahiru falaysa fawqaka shay. Ti je mbi gjithçka, e mbi ty nuk është askush. Wa anta al-batinu falaysa dunaka shay. E ti je edhe ti je argument për gjithçka dhe askush nuk mund të fsheh ty. Ighdi anni dayn, o Zot, na ndihmo të lajm borxhet, o aghnini min al-faqr, edhe na pasuro prej varfërisë. Kjo është një lutje që e bënte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe këtu ka një përgjigje. Cila është përgjigja? Allahu është i pari, s'ka fillim. Allahu është i fundit, nuk ka mbarim. Allahu është i pari, s'ka gjë para tij. Allahu është i fundit, nuk ka gjë mbas tij. Për këtë arsye është Zoti.
se po të kishte krijues ai, i bie që mos ishte ky me cilin ne i kemi raportet, po të ishte ai tjetri. Po të kishte ai tjetri, edhe ai do të kishte një krijues, kështu që do të shkonte në rreth vicioz. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë në një hadith: inna ahadakum ya'tihi shaytan fayaqulu man khalaqak fayaqulu Allah fayaqul man khalaqa Allah fa idha wajada dhalika ahadukum falyaqra amantu billahi wa rasulihi fa inna dhalika yudhibu anhu. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: i vjen shejtani njeriu dhe i thot: ty të ka kriju Allahu, po Allahun kush e krijoi? Nëse ndonjërit i vin mendime të tilla, le të thot: amantu billahi wa rasulihi, kam besuar Allahun dhe dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam. Nëse e thot këtë gjë, do t'ja largoj Zoti këtë mendim që i erdhi. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ya'ti shaytanu ala ahadikum fa yaqul man khalaqa kadha hatta yaqula man khalaqa rabbak fa idha balaghahu falyasta'idh billahi wal yantahi. Shejtani nuk i ndahet ndonjërit për jush derisa ti thot: kush e ka krijuar këtë? Allahu. Kush e ka krijuar këtë? Allahu. Kush e ka krijuar këtë? Allahu. Shejtani. Pastaj thot: po Allahun, kush e krijoi? E nëse i vin këto mendime ndonjërit për jush, le t'i kërkoj mbrojtje Zotit dhe ta heqi mendjen. Pra mos ta maj mendjen të këto mendime. Gjithashtu i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: yushaku an-nasu yatasaaluna bainahum hatta yaqula qailuhum hadha Allahu khalaqa al-khalqa faman khalaqa Allah azza wa jall. Njerëzit do të futen në përdyshime dhe do të pyesin, derisa të thotë njëri prej tyre: dakord, ky është Allahu i cili ka krijuar krijesat, po Allahun kush e krijoi? Fa idha qalu dhalik, e nëse prezantonin në vende ku flitet një gjë e tillë, faqulu, thuni: Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, thumma liyatfula ahadukum an yasarihi thalathan walyasta'idh billahi minash shaytan. E nëse njerëzit flasin me këto gjëra, ju thoni ose thuni: Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pastaj përshtyni nga e majta 3 herë dhe kërkojini mbrojtje Allahut nga shejtani i mallkuar. Njëri prej tabiinëve, Abu Zumail, thot: e pyeta Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, i thash: ore, kam diçka mrena vetes time, kam diçka që më han për mrena. Më tha: kush? Abdullah ibn Abbasin. Çfarë ke? Çfarë shqetëson? I thash: pasha Allahun se them dot. Pasha Allahun se them dot. Tha: li e shejun min e shek, i tha: në dyshim? Ke në dyshim për mena? Qala wa dhahik. Filloi Abdullah ibn Abbasit qeshte, radhiyallahu anhu. Fa qal, gjoja këtë sa e bukur është: ma naja min dhalika ahadun. S'ka shpëtu njëri nga këto fiksime dhe mendime. Kush po flet? Abdullah ibn Abbasi, personi më i ditur dhe personi që kur e komentonte Kur'anin, s'kishte komentator si Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu ta'ala anhu. Pastaj tha: nuk shpëton njeri prej kësaj, madje dhe Zoti zbriti fjalën e tij: fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik.
nëse të vinë dyshime për këtë që të ka zbritur Zoti, pyet ata që ju është dhënë dia përpara teje. Qale fe qale li, më tha Abdullah ibn Abbasi, nëse të vinë të tilla mendime, atëherë thuaj, Abdullah ibn Abbasi po e mëson Zumailin, tabiun. Huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin wa huwa bi kulli shay'in alim. Pra lexo ajetin e parë të surës El Hadid. Ai është i pari, ai është i fundit, ai është mbi gjithçka dhe ai është i dukshmi, pra me kuptimin e argumentat dhe mrekullitë e tij, dhe ai për gjithçka është i ditur. Atëherë duke i mbledh të gjitha transmetimet që u përmendën, ne dalim me përfundimin që nëse na vinë mendime të tilla, s'duhet të shqetësohemi, se është normale që shejtani të lozë me njeriu. E dyta gjë, përderisa këto mendime e bëjnë njeriu të ndihet keq, është mirë. E treta gjë, përderisa këto mendime nuk ja presin njeriu hovin e adhurimit dhe përkushtimit, prapë jemi në rregull. E katërta gjë, është mirë që në tilla situate përmendet Zoti. Njeriu thot amantu billah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kam besuar Allahun. O Zot, më largo prej kurtheve të shejtanit, ose o Zot, më mbro nga kurthet e shejtanit. Dikush prej dietarëve ka thënë, është mirë me i bashku të gjitha transmetimet dhe me thënë amantu billahi wa rasulihi. Kam besuar Allahun dhe dërguarin e tij. Allahu ahad, Allahu është një. Allahu samed, Allahu është absoluti. Allahu samed, 2 herë. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, huwa al-awwal wa akhiru adh-dhahiru wal-batin wa huwa bi kulli shay'in alim. Pastaj përshtyhet nga e majta 3 herë, pastaj thuhet a'udhu billahi minash shaitanir rajim, edhe me apre rrugën këtyre mendimeve, pra me kuptim mos me majt mendin aty. Po më vjen mendime, s'ka problem, sikurse ekzistojnë. Shko merr abdes, fal 2 rekat namaz, sikurse ekzistojnë. Merr lexo Kur'an, sikurse ekzistojnë. Pra mos i shko mrapa mendimeve, sepse harxho energji bosh. Pra këtu faktikisht kemi 2 profeci brenda një mrekullie që kemi përmendur këtu, që është fjala e Buhariut që do të pyesin ty o e Buhariu dhe i ndodhi e Buharius, dhe tha do të ndodhi kjo gjëja, dhe kjo faktikisht ndodh. Kjo gjë faktikisht ndodh. Njoftimi i Ebu Hurerës radhiyallahu ta'ala anhu për personin që do të vjedhte prap. E keni parasysh hadithin e kujt? Hadithin e ajetit Kursi. Atër 228 tam, 229, tani jemi tek 230. E keni parasysh hadithin e ajetit Kursi? Ebu Hurera por runte sadakan e fitrit dhe dikush vjedh dhe Ebu Hurera e kap atë, para unë përmend kështu shpejt pa u vonuar, domethënë me lexuar arabisht sepse është i njohur. Dhe i tregon pejgamberit sa mori, thotë më erdhi një varfanjak, një hajdut që vodhi dhe unë e kapa. Dhe ai më tha, jena të varfër, vallaj, për Zotin nuk vi më herë tjetër. Qeshi pejgamberi sa më dhe i tha, mirë, po ka për të ardhur prap. Nesër mbrëmë Ebu Hurera u bë edhe më vigjilent, sepse pejgamberi sa më kishte njoftuar që do të vi prap. E kap më një herë. I thot lutem, i thot më lësho se kam fëmijë, kam katandi, i thot po vallaj, i thot pasha Zotin nuk do të vi më herë tjetër. Mirë, po sahabiut po t'i betoheshin në Allah, betimin Allah ishte shumë i fortë për të, edhe e liroi. I thot nesër pejgamberit sa që pejgamberi Zot ai erdhi prap, tha po u betun Zot që do të vi. Pejgamberi sa pusqeshte dhe tha ka për të ardhur prap. Ku erdhi pastaj për herë të tretë, ai e kapet dhe i tha pasha Allah, tha nuk e lëshoj, tha. Pa të çu dhe të dorëzu tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai i tha, do të tregoj tha një sekret, vetëm lira. I tha çfarë? Tha do të tregoj diçka nga Kurani që po ta lexojsh, s'do të afrohet shejtani deri në mëngjes. I tha çfarë? Tha po të lexosh ajetin Kursi, ndargët nuk të afrohet shejtani, tha deri në mëngjes.
dhe e liroi Ebu Hurajra radhiyallahu anhu. Kur vjen Ebu Hurajra tek pejgamberi sa se me pyet, "Ha, ku e ke hajdutin?" Tha pejgamberi i Zotit, "E di çfarë më tha?" I tha. Më tha që do të tregoj një sekret. Po ta lexosh tha diçka në darkët, nuk do të afrohesh shejtanit deri në mëngjes. Po të lexosh ajetin Kursi. Qeshi pejgamberi sa se më tha fjalën e tij të njohur, "Sadaqaka wa huwa kadhub." Sadaqaka wa huwa kadhub. Ka thonë të drejtën mashtruesi, ose ka thonë të vërtetën mashtruesi. Pra ai ishte një djallë, pra një shejtan, po që në këtë rast kishte thënë të vërtetën. Ka një transmetim të ngjashëm me sahabiun e nderuar Ebu Ejub el-Ansari radhiyallahu ta'ala. Këtë ju nuk e keni dëgjuar ndonjëherë. Ebu Ejub el-Ansariu ka qenë ruajtësi i zakatit. Ebu Hurajra ka qenë ruajtësi i kujt? I sadakas fitrit. Ebu Ejub el-Ansariu ka pas ruajtur zakatin. Dhe i ka ndodhur e njëjta gjë si kjo Ebu Ejub el-Ansariu. Thotë Ebu Ejub el-Ansariu radhiyallahu ta'ala anhu, thotë ruaja hurmat e zakatit dhe vite thot një shejtan, arabisht i thon el gaul, sistemin e gogol, ka dal gogoli, tremin ka me gogoli, origjinën ka nga arabisht. Thot më vodhi, thot po se kapa dot. Shkova të nesmen tek pejgamberi sa sem dhe i qava hallin që dikush më ka vjedh, po se kapa dot. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, s'ka gjë, kur ta shohësh sonte ndark, thuaj bismillah, e gjibi Rasulullah. Bismillah, eja tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot Ebu Ejub radhiyallahu ta'ala anhu, nesër mbrëma thot me bismillah, thot e kapa me bismillah, thot dhe i thash eja se do shkojmë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. U betua në Zot se s'do të kthehet më dhe e liroi Ebu Ejub el-Ansariu. Kur shkoi nesër tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, "Ha, çfarë boni?" Tha pejgamberi i Zotit, u betua në Allah se s'do të kthehet më. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Kadhabat wa hiya muawidatun lil kadhib." Ka gënyer, po e ka rrugë. Pra gënjeshtën e ka rrugë. E kapi për herë të dytë, natën i bie që tjetë kjo nata e sat, kjo është e treta. E kapi për herë të dytë dhe ju betua se s'do të vi më dhe e lëshoi prap Ebu Ejub el-Ansariu. Të nesër i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Ha, çfarë u bë me hajdutin?" U betua pejgamberi i Zotit se s'do të kthehet. Tha, ka gënyer, pa e ka rrugë këtë punë, pra me kuptimin do të vi prap. Thash me veten time, kush Ebu Ejub el-Ansariu, unë ta lëshoj më atë kur derisa ta çoj tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur e kapa natën prap, ishte nata 4 pa hera 3. Kur e kapa i thash, unë të lëshoj ty më pa të dorëzuar tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Më tha, ishte femër, ishte gjin femër, kalet, ishte perri. Do të tregoj diçka. Ajetin Kursi, po ta lexosh në shtëpinë tate, nuk do të afrohet as shejtani, as shejtant, as djajt. Pra po ta lexosh në shtëpi ajetin Kursi, nuk të afrohet as shejtani, as shejtant. Erdhe tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kush Ebu Ejubit të nesërmen. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Ha, tha çau bë me hajdutin." Dhe i tregova se çfarë më tha. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Sadaqat wa hiya kadhubun." Ka thonë të vërtetën mashtruesja. Ajo është mashtruese, po ka thonë të vërtetën. Pra leximi i ajetit Kursi. Edhe njoftimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se do të vi prap.
Pra i bjerë që hadithi e Buhari sa mrekullit ketë mrena? 3. Hadithi e Ayyub el-Ansariut sa mrekullit ketë mrena? 3. Këtu, duke medituar në këtë transmetim, unë thash me veten time, dhe këtu ka argument se xhindët mund të vjedhin. Argument i qartë që xhindët mund të vjedhin. Kështu mos e çudit në një herë që diçka të humbi se e rrëmbejnë xhindët për të fut armiqsinë familje, për të fut dyshim familje. Po edhe ushqehen xhindët. Ka xhindë që vjedhin për të ushqyer. Për këtë arsye kur kanë ardhur tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam xhindët musliman, çfarë i ka orientuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam si ushqim? Çfarë i ka orientuar? Bajgat e kafshëve dhe kockat e thera nga muslimanët në halal. Kur vin thot tek bajgat e kafshëve ju kthehet ushqimi që kanë ngrënë kafshat, përmendin emrin e Zotit dhe ju kthehen frutat dhe ushqimi dhe bari që kanë ngrënë kafshat kthehet ushqim për ata. Dhe kur i vin kockës që është therr me bismillah halal, ju kthehet mishi siç ka qenë. Tani ne nuk e dim se si funksionon, se është gaib, po ne e besojmë atë që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ndërkohë që të tjerët që nuk i përmbahen porosive profetike, nuk i njohin këto rregulla, janë mashtruesa edhe janë hajdut si puna e këtyre hajdutëve. Argument tjetër se xhindët mund të përdorin fizikisht gjërat, historia e kujt? Sulejmanit alayhi salatu wasalam. Qala ifritun min al-jinni ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfu. Ose thënia e Zotit dhe punojnë për Sulejmanin, bëjnë për Sulejmanin, që do të thotë xhindët mund të bëjnë edhe punë fizike. Pra nëse të numërojmë këto mrekulli, i bjerë që të ecim 6, po ne po ecim me nga 1. 232 lajmërimi i pejgamberit alayhis salam mbi lindjen e Hasenit, birit të Aliut, radhiyallahu ta'ala anhu. Ummul Fadl. Cila është Ummul Fadl? Cila është Ummul Fadl për sahabijatëve? Gruaja e Abbas ibn Abdul Muttalib. Gruaja kujt? Abbas ibn Abdul Muttalib ka qenë quajtur Ummul Fadl. Dhe Abbas ibn Abdul Muttalib ka pas oficin ose atë pseudonimin Ebul Fadl. Ummul Fadl tregon radhiyallahu ta'ala anha. Erdha një ditë tek pejgamberi alayhis salam dhe i thash: "O pejgamberi i Zotit, kam parë këtë ëndrrën. Pash sikur isha në shtëpinë time dhe në preherin tim ishte një prej gjymtyrëve të tua." Ka panondër Ummul Fadl sikur ishte në shtëpinë e saj dhe në preherin e saj ishte një gjymtyrë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e komentoi duke thënë: "Fatimeja inshallah do të bëj djalë dhe ti do të kujdesesh për të." Më të vërtet, thot Ummul Fadl, Fatimeja më vonë lindi Hasenin ose Hasanin, siç e përdorin në shqip, dhe ja dorëzonte Ummul Fadlit për t'i dhënë qumësht, ndërkohë që ajo kishte djalë të vogël në atë kohë, kë kishte Quthem ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Në këtë hadith kemi 2 mrekulli. Mrekullia e parë, lajmi se Fatimeja do të lindi djalë, ose mrekullia e parë ose profecia e parë, dhe mrekullia e dytë ose profecia e dytë është se Ummul Fadl do të kujdeset për të, do t'i japi qumësht. Pra nëse do ecim me numër të rregullt, i bie që tani të jemi tek 240. Po ne po ecim me numrin tjetër, kështu që jemi 233.
Njoftimi i pejgamberit sa për lindjen e një djaloshi Abdullah i biri i Mutia. Mutia është një sahabi. Djojeni. Abdullah ibn Mutia tregon se gjyshi i tij ka pa në ëndër sikur ju dhurua një trast me hurma. Dhe i tregoi pejgamberit sa tha pejgamberi zot kështu shumë pa ëndër, sikur dikush më dhuroi një trast me hurma. Pejgamberi sa i tha: "A është ndonjë prej grave shtatzën?" Tha po. Gruaja që kam marrë nga filan fis. Pejgamberi sa tha: "Ajo do të lindi djalë dhe kur lindi me të vërtet gruaja e tij, pra nga fisi Beni Lejt, e mori djaloshin dhe ja solli pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i bëri tahnik. Çfarë është tahnik? Ka marrë një hurmë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përtyp dhe me lëngun e hurmës i ka lënë qiellzën fëmis, që i bjerë që përshtyma e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e bekuar të jetë fut në trupin e fëmijës. Kjo quhet tahnik. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i vuri emër djalit, e quajti Abdullah dhe u lut që Zoti ta bëj atë të bekuar. 235. Njoftimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për lindjen e një djali në një ngjarje të çuditshme. Ta shohim ngjarjen. Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu tregon: ishim një natë xumaje bashkë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në xhami. Ja, më fal. Ishim në një natë të xumaje në xhami, pra nuk ishte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam prezent. Njëri prej ansarëve tërfëllonte në dhëmb duke thënë: nëse ndonjëri e gjen gruan e tij me një tjetër dhe e tregon, goditet me kamzhik. E nëse e vret, vritet. E nëse s'tregon, e mand në qef, i plas zemra. Çfarë po thot ky ansariu? Sheriati çfarë thot? Që të quhet dëshmia kur flet për një femër apo mashkull se ka bërë marrëdhënie, sa dëshmitar duhet të jenë? 4. Ky ansariu tani thot, bela kjo punë thot. Se nëse nuk ke 4 dëshmitar dhe thua kam pa gruan time, thot sheriati 80 kam zhik se s'ke 4 dëshmitar. Po me e vra se e gjetë tu e bëhat punë, ti ikën koka ty se s'ke drejt me e vra. Po nëse hesht të plas zemra. Pra më kuptim si mund të durojsh të kesh në shtrat një femër e cila ka bërë pompa me të tjerët. Pastaj burri bërtiti dhe tha: pasha Zotin për këtë punë do të pyes pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe të nesërmen ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në xhami. Ai tha: o i dërguari i Allahut, nëse ndonjëri prej nesh e gjen një burr me gruan e tij dhe flet, dënohet me kamzhik. Nëse e vret, vritet. Nëse hesht, seketan ghaidh, mbushet me mërzi, me siklet, unë e tha shqipi plas zemra. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: Allahumma ftah wa ja'al yadu. O Zot, na sqaro këtë punë. Dhe lutej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: o Zot, na jep sqarim për këtë punë. Se me të vërtetë situata është e çuditshme këtu. S'kishte ardhur akoma shpallje për këtë lloj situate. Abdullah ibn Mesudi tha, dhe zbriti ajeti i lianit. Lian, çfarë do thot? Mallkim. Nëse ja dajmë, Allahu trujt. Ajeti i mallkimit. Çfarë thot ajeti i mallkimit?
nëse dikush, domethënë, akuzon bashkëshortin apo bashkëshortin, betohet 4 herë në Allah, se është me të vërtetën, me të drejtën, dhe herën e 5 mallkimi i Zotit qoftë për të mbi të nëse gënjen, dhe ajo shpëton prej dënimit nëse betohet ajo 4 herë në Allah, dhe herën e 5 thot dënimi i Zotit qoftë mbi mua nëse unë po gënjej. E thret pejgamberi alayhis salam këtë personi thot, ose më fal, i thot pejgamberi se e dëgjove, i tha, erdhi përgjigja nga Zoti. Pra ti që ke këtë hall, se s'ke ku të gjesh 4 dëshmitar, Zoti tha betohu 4 herë, dhe herën e 5 kështu. Dhe ajo do të dënohet nëse hesht. Ama nëse ajo betohet 4 herë dhe herën e 5 betohet kështu, shpëton prej dënimit. Kjo quhet ndarje e përjetshme. Pra nëse burri mas 2 ditë thot bona shaka kot, ose më kanë bë syt, ose gruaja thot gjë se unë e pranoj, po Zoti s'ka. Këto janë ndarë përjetësisht quhet me shariat. Pra këta njerëz nuk bashkohen më. Nuk është si ndarja tjetër që ka 1, 2, 3 apo mund martohet prap. Kjo quhet firakun ebedi, ndarje e përjetshme. Thot u sprovu ky burr me këtë që pyeti. Ky Ensariu që boni pyetjen që e kishte merakun i ndodhi këtij sprova. Atëherë erdhi bashkë me gruan e tij tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai u betua 4 herë në Allah se po thot të vërtetën, dhe herën e 5 tha: mallkimi i Zotit qoftë mbi mua nëse nuk po them të vërtetën. U çua gruaja e tij për t'u betuar. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: mos u beto. Do të thonë që betimi i këtij ishte në rregull. Jo, tha ajo, do të betohem edhe unë. Dhe u betua ajo 4 herë plus 1 herë. Dhe u ndan. Pra i ndau pejgamberi sasem përjetësisht. I dërguar Allahut sallallahu alaihi wasallam tha, masi gruaja iku, do ta sjelli kopac të zi. Do ta sjelli kopac të zi. La'allaha an taji bihi aswadan ja'dan. Do ta sjelli të zi gjant, kaçorrelës, me ato kaçorrelet e vogla. Unë e përshtata kopac. Dhe me të vërtetë thot sahabiu, ja'at bihi aswada ja'da, e solli mas lindjes të zi me kaçorrelet vogla. Kopac, e solli kopacin mas i viti, mas 9 muaj. Atëherë ne këtu kemi 2 mrekulli faktikisht. E para që pejgamberi u lut dhe më njëherë zbriti ajeti si zgjidhje e problemit. Dhe e dyta, njoftimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se do sjelli kopacin. Edhe e solli kopacin. E Zoti më. Alhamdulillah. Po, sa jemi? 236. Tani këtu kemi 2 ne po e numërojmë si 1. E po e mbyllim me këtë inshallah, njoftimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për lindjen e Abdullah ibn Abbasit, radiyallahu ta'ala anhu. Abdullah ibn Abbasit tregon, nëna ime, Ummul Fadli, bia e Harithit, më ka thënë, ndërkohë që po ecja dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte te guri i zi, e ktheu kokën nga unë dhe tha: Ja Ummul Fadl, o nëna e Fadlit. Qultu labejke ja Rasulallah, i thash lepe pejke o pejgamberi i Zotit. Inneki hamilun bi gulam. Ti je shtatzën me një djalë. I thash, kush po tregon tani? Ummul Fadl, pra nëna e Abdullahit.
gruaja Xhajës pejgamberit alayhis salam. I thash, po si do të ndodhi kjo, se kurejshitët kanë bërë diçka që mos të lindin gratë. Pejgamberi sa mi thot, huwa ma aqulu laki fa idha wada'tihi fa'tini bihi. Lërë çfarë thon ata. Po kur të lindësh, ma sill. Dhe me të vërtet thot Umul Fadl, masi e linda Abdullah ibn Abbasin, masi e linda djalin e solla tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i vuri emrin Abdullah. A e vini njeriu që shumë emra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka vënë me këtë emër? Ati rastit më përpara Abdullah, këti këtu Abdullah, çuni Omerit si ka emrin? Abdullah, çuni Ibn Mesudit emrin Abdullah. Pra emri Abdullah është një nga emrat më të dashur të Zotit, ta dini këtë. I vuri emrin Abdullah dhe e përlyu, si më thënë, atë qjellëzën e tij me përshtymin e tij të bekuar sallallahu alaihi wasallam. I tha, i dërguari sallallahu alaihi wasallam Umul Fadlit, idhhabi bihi fala tajidannahu kayyisa. Shko tani se ky do të jetë tepër i zgjuar. Pastaj shkoi ajo tek xhaxhai i saj, tek Abasi, dhe i tregoi historinë nga fillimi, çfarë kishte ndodhur. Pastaj ai erdhi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra kush erdhi Abasi radhiyallahu anhu dhe e puthi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e puthi atë mes dy syve. Dhe uli nga e djathta e tij, para puthi xhajën mes dy syve, se arabët e kanë puthjen ball nderim. E puthi xhajën e tij thot mes dy syve dhe uli nga e djathta e tij dhe tha: hadha ammi faman sha'a falyubah bi'ammihi. Ky është xhaxhai im. Hajde, krahasohuni me të. Ku i keni ju xhaxhallarët, pra në kuptimin, ku i keni ju xhaxhallarët, pra vlerësim i madh për Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu. Abasi i tha, si më thënë, maje vetën o pejgamberi i Zotit. Pejgamberi sa së më tha, walima la aqulu wa anta ammi wa baqiyatu abai wal ammu walidun. I tha, maje vetën, mos më ngaj shumë. Tha pejgamberi sa, e pse jo? E pse jo? E them që shke me të, ti je xhaxhai im dhe ti je mbetja e etërve të mi. Xhaxhai është në vend të babait, Allahu Ekber. Xhaxhai është në vend të babait. Dhe ka thonë për tezën, tezja është në vend të nënës. Alhamdulillah. Njoftimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për Abdullah ibn Abbasin se do të verbohet. Ali radhiyallahu ta'ala Ali ibn Abdullah ibn Abbas, pra Abdullahit, këtij çunit për cilin është lut pejgamberi selam, i ka lind një djalosh dhe e ka vënë emrin Ali. Aliu i biri Abdullahit, i biri Abbasit radhiyallahu anhum, tregon se babai i tij Abbasi, se babai i tij Abdullahi i ka treguar se babai i tij Abbasi i ka treguar. Aliu tregon se babai i tij Abdullahi i ka treguar se babai i tij, pra Abbas ibn Abdul Muttalib, xhaja e pejgamberit, i ka treguar se një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dërgoi Abbas ibn Abdul Muttalibin tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dërgoi një ditë Abbas ibn Abdul Muttalibin edhe herë.
Ali ibn Abdullah ibn Abbas tregon se babai i tij ka treguar se Abbas ibn Abdul Muttalibi e ka dërguar djalin e tij një ditë tek pejgamberi sa për një porosi. E qartë? Ali, i biri Abdullah ibn Abbasit, tregon se babai i tij Abbasi, gjyshi i Aliut, e ka çuar një ditë Abdullahin, babën e Aliut, tek pejgamberi sa për një porosi. Kur shkoi Abbasi, Abdullahi, tek pejgamberi alayhis salam pa një burr me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe nuk foli, pra priti derisa i burrit mbaroi muhabetin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kur mbaroi burri dhe u largua, i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Abbasit, a e pe? Abdullahit, i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Abdullahit, a e pe? Tha, po, e pash. Tha, e di kush ishte? Tha, jo. Tha, ishte Xhibrili. Kaq, edhe iku Abdullahi tani në shtëpi. Abdullahi tregon Abbasit për ngjarjen. Abbasi vjen tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i thot: "Ore çuni kur ka ardh tek ti pa një burr, po nuk i foli, kur iku ai ti i the, a di kush është? Ai tha Xhibrili dhe iku. Kështu më tha çuni." Kush tregon tani? Abbasi, babai i Abdullahit. Tha po, i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kështu ndodhi. Erdhi çuni jot për Abdullahi, gjeti dikë tek unë një burr, e pyeta, a di kush është? Ai tha se di, thash është Xhibrili. Tha Abbasi tani çfarë i ka thonë pejgamberi alayhis salam? Amma in ibnaka lan yamuta hatta yadhhab basaruhu wa yu'ta ilma. Ky djaloshi yt nuk do të largohet nga kjo botë pa ikur shikimi, po do t'i japi Zoti dije të madhe. Dhe më të vërtet Abdullah ibn Abbasi radiallahu ta'ala anhu ka ndruar jetë në vitin e 68 të Hijretit, ndërkohë që ka qenë i verbër radiallahu ta'ala anhu. Normalisht ne kemi parë më përpara një lutje profetike për Abdullah ibn Abbasin: Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. O Allah, Zot, më mësoja këtij djaloshit të kuptoj mirë fen dhe mësoja këtij djaloshi interpretimin e Kur'anit. Për këtë arsye nuk ka parë historia e Islamit mbas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam interpretues Kur'anit si Abdullah ibn Abbasi radiallahu ta'ala anhu, Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Mirë, inshallah mjaftohemi me kaq, lut Zotin na bashkoj me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, na shtoj dashurinë për të, na bëj ringjallës të sunetit të tij dhe të na bëj për atyre që largojnë dhe demantojnë çdo bidat që futet në fen dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.